Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Noi, i shoqëruar nga kryebashkiaku i Pukës Rok Dodej, inspektuan punimet e projektit të riabilitimit dhe zgjerimi varrezave publike të qytetit të Pukës. Investimi i qarkut në bashkëpunim me bashkinë vjen si kërkesë e komunitetit të zonës, pasi varrezat publike të Pukës ka një numër të kufizuar parcelash të lira, gjë që ka sjellë vështirësi për shumë familje në momentet më të ndjeshme të jetës. Përmes këtij investimi, krijohet një hapësirë e denjë, e sistemuar dhe e sigurt, ku qytetarët të kenë mundësi të kryejnë shërbimet funerale. Ishte i domosdoshëm ndërhyrja në këtë pjesë të varrezave. Kemi të bëjmë me rrethimin dhe sistemimin dhe riabilitim të varrezave publike të qytetit të Pukës. Lëvizja në hapësirat e varrezave tashmë do të jetë shumë më thjesht për qytetarët të qytetit të Pukës, ku do të kemi sistemim rrafshim, do të krijohen trotuare lëvizse nëpërmjet hapësinave të varrezave. Një investim i cili ban mujtën që varrezat e qytetit Pukës të marrin një pamje krejt ndryshe, shërbimi këtu të jetë në cilësinë e duhur, këtu mos të jetë si më përpara që baktije, kafshë tegra të jetë në mënyrë të shturë, duke dëmtuar edhe varrezat. Punimet përfshin rrethimin e territorit, sistemimin dhe nivelimin e terrenit, ndërtimin e rrugëve për komësor, si dhe zgjerimin e parcelave për t'u përgjigjur nevojave të ardhshme. Ky projekt është pjesë e një pakete investimesh që Këshilli i Qarkut po kryen me 5 bashki të Qarkut Shkodër, me fokus për të përmirësuar infrastrukturën publike dhe për t'i dhënë komunitetit shërbime me standarde më të larta.